Kreu i Demokratëve Sali Berisha zhvilloi foltoren e radhës, nga Mirdita i akuzoi qeverinë se diskriminon veriun e vendit, ndërsa theksoi se ky qytet ka lindshmërinë më të ulët për shkak të emigracionit. Ku janë njerëzit? Ku janë zënësit? Ku janë fëmijët? Në 10 vite ne kemi atë shtesë popullate që kishim kur ishim gjithsej 700.000 vet. Sot Mirdita dhe Shqipëria ka lindshmërinë më të ulët në botë për shkak të emigracionit. Ne ecim drejt shfarosjes son nga ky regjim. Diskriminim absolut që i ka bërë Edi Rama Mirdis dhe veriut në tërësi, nuk ja ka bërë kushkur. Tërmet Peçi, motra dhe dhëndri i tij kishin përfituar 60 milion euro tendera. Ju garantoj se të gjitha bashkitë e veriut të marrë së bashku në 4 vite nuk kanë marrë 60 milion investime nga qeveria. Ndër të tjera, Berisha foli edhe për ligjin e barazisë gjinore, të cilin e quajti të turpshëm. Ka sjell në parlament dhe miratoi me dhunë ligjin më të turpshëm, më shkatrimtar për gjininë njerëzore, që është vepër e Zotit. Burrë dhe grua, djalë dhe vajzë. Ligjin me të cilin fëmijëve tanë, nipave tanë, mbesave tona, stërnipave tanë, do të diktojnë gjinin tjetër nga ajo që kanë lindur. Ekzistenca e një shoqërie të vërtet është rrezik të madh. Post-marksistët, këta marksistë ekstremistë e majt, tani merren me gjinin dhe konceptojnë liri ndryshimin e gjinive. Dhe kjo rrymë njerëzore mori hovë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Lavdi Zotit fitoi Donald Trumpi. Ndërkaq, një demokrat nga Mirdita ka reaguar i revoltuar për pabesinë dhe tradhtinë e Salianjit, i cili është vënë në shërbim të Ramës dhe Ali Mehmetit. Ai ka kujtuar kohën kur Salianji i sulmoi demokratët para selisë së Partisë Demokratike. Saliani, Ali Mehmeti nuk janë të menu për ne, apo të menu për veti. Edhe ju me thirrje, kërë demokratëve, të kuptojmë kush është Saliani, në ka zhyjnë në kapsola, u mbyll selia Partisë Demokratike, mos ishte doktor, profesor Sali Berisha, do të ishte shemb dhe selia Partisë Demokratike. Berisha theksoi se PD do të mbetet një parti e hapur që mikpret kritikat, por brenda forumeve.